Dhjetorin do ta nisim me një recetë të ëmbël dhe festive, biskotat tona më të preferuara italiane, Cantucci. Nëse ju pëlqen kjo recetë, le ta përgatisim bashk. Mielli duhet jetë 00, shtojmë sod, tek mielli hedhim sheqerin, bajamet, lëkurën e një portokalli dhe të një limoni. Bajamet unë preferoj që gjysmat e tyre t'i coptoj dhe gjysmat t'i lë të plota. Përziejmë të gjithë përbërësit e thatë bashk dhe aty të shtojmë 2 vezë. Kjo recetë është shumë e thjeshtë dhe nuk ju merr më shumë se 10 minuta për ta përgatitur. Hedhim vanilje, 2 lugë mjalt, pak krip dhe i përziejmë mirë bashk. Brumi nuk është nevoja që të ngjiset shumë. Mjafton që mielli të bashkohet me të gjithë përbërësit e tjerë dhe të na krijojë një masë homogjene. Pasi ta kemi gati, e vendosim në një sipërfaqe që kemi pudrosur pak me miell dhe i japim formën që shikoni në video. Do ta pjekim në një tavë me letër pjekje poshtë në 170 gradë derisa të marrë këtë ngjyrën e bukur dhe është e rëndësishme që ta lëmë të ftohet 10 deri në 15 minuta para se ta presim. I presim në feta të tilla 1 cm ose 1 cm e gjys dhe i vendosim përsëri për të pjekur. 5 deri në 7 minuta, varet se sa krokante ju i preferoni. Më pas i keni gati t'i shijoni me familjen duke pirë çaj ose kafe. Ju përshëndes.